I dashur publik, përshëndetje, mirëmëngjes, ose mirëdita për juve që jeni shu pak më herët sot. Ditën e kalume, pra në mbrëmjen e mbrëmshme, e shkrova një artikull ku flas për atë që çfarë po bën Baton Haxhiu me median e tij Albanian Post. Dhe titulli i artikullit ishte Baton Haxhiu, Lirim Mehmetaj dhe harta që i pëlqeu Beogradit. Në 1 qershor të vitit 2023, pra vetëm 115 ditë para se të sulmohej veri i Kosovës nëpërmjet formacioneve të armatosura të udhëhequra nga Milan Radojčić, të mbështetura financiarisht në formë të armatimit dhe trajnimit ushtarak nga shteti i Serbisë, Baton Haxhiu, pra mediumi i tij Albanian Post, e botoi një film dokumentar në të cilin flitej se si Tiroli Jugor qenë ka një model për ta zgjidhur problemin e Kosovës në veri. Dhe në atë film dokumentar, i cili ishte prodhuar nga Lirim Mehmetaj, që pisket poshtë përpjet se është një patriot i shquar dhe se të gjithë të tjerët që në fakt janë duke punuar për ta shpartalluar strukturën e instaluar të Serbisë në mënyrë sistematike për 20 vjet mas luftës, këta që kanë duke punuar për Serbinë. Sipas Lirim Mehmetajt, njerëzit që e kanë shpartalluar instalimin e Radojčićit në veri të vendit, që kanë njerëz të cilët po punojnë me Serbinë. Njerëz, struktura politike dhe shteti i Republikës Kosovës që e ka rihapun dhe vënë në funksion Institutin për Dokumentimin e Gjenocidit Serb dhe ka filluar t'ju jap material prokurorisë për të filluar arrestimet dhe sjelljen para drejtësisë aktorëve që kanë kryer krime lufte dhe krime kolonizimi në Kosovë. Këta që kanë duke punuar për Serbinë, por asnjëherë Baton Haxhiu, i cili gjatë kohës kur shqiptarët etnik të Kosovës po përballeshin me gjenocidin serb, Baton Haxhiu ishte duke u ruajtur nga Jovica Stanišići. Gjatë kohës kur shqiptarët ishin cak i orkestrimeve të spastrimeve etnike të Serbisë, Baton Haxhiu ishte njeri besnik i Beogradit dhe mbetet edhe sot. Lirim Mehmetaj është autor i narracionit të atij filmi dokumentar, ku Kosova, në vend se të paraqitet ashtu siç është, pra viktima e agresionit të Serbisë, paraqitet disi si agresore, por në një formë të zbutën, në një formë që Kosova do të me tregu bujari, do të me tregu gjest, do të me tregu civilizim të standardit evropian. Kështu e kërkonte edhe Baton Haxhiu për m'ia fal krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit që kishte bën Serbia në Kosovë. Kështu që nuk kemi habitun pse zoti Mehmetaj e bën një deklaratë të tillë, edhe një narracion të tillë të një filmi dokumentar. Ajo që është skandaloze është se kur bëhet krahasimi i modelit të Tirolit Jugor në një përpjekje për ta zgjidhur problemin e veriut të Kosovës, harrohet qëllimshëm, se jo që nuk e din këta, që as Italia as Austria nuk e konteston kufijt e njëra tjetrës. Harrohet që qëllimshëm shihet faktikisht që as Italia as Austria nuk e kanë njëra tjetrën në kushtetut të vendeve të tyre, se Austria që nga pjesë e Italisë apo Italia që nga pjesë e Austrisë. Harrohet se, ose qëllimshëm fshihet, as Italia as Austria si ka bërë gjenocid njëra tjetrës. Kosova vetëm 27 vjet më parë ka qenë cak i një operacioni shtetëror të Serbisë për të përballë me gjenocidin serb, i cili kishte filluar përfal intervenimit NATO se e u ndalua. Serbia ende nuk ka mbledhur mend
është e njëjta Serbi, janë trashëgimtarët e elitës politike të Miloševićit, të cilët janë vazhdimisht në krye të Serbisë. Edhe këtë Ilir Memetaj vetëdijshëm e fshin. Duke marrë parasysh madje se presidenti Vučić është ish ministri i informimit të regjimit gjakatar të Miloševićit, i cili kishte për detyrë për të arsyetuar gjenocidin serb, edhe në Bosnjë, edhe në Kosovë. Dhe sigurisht që Ilir Memetaj, duke qenë i përfshirë në agjendën pro-beogradase, me dokumentarin sheni, është njeriu që nuk i përshtatet me përmend gjenocidin serb. Ajo që është interesante është që ky film dokumentar është prodhu 250 ditë edhe është votu masi që Serbia ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëndimit të politikave të saj të jashtme me Moskën zyrtare me 24 shtator të vitit 2022. Mas nënshkrimit të asaj marrëveshje, Serbia ka bërë thirrje publike të gjithë serbëve të Kosovës për me i bojkotu institucionet e Republikës Kosovës. Mas asaj thirrje për bojkotim ka shkaktuar zgjedhje lokale në Kosovë. Kur u banën zgjedhjet, u sulmuan për strukturave paralele kriminale të armatosur në Serbisë. U sulmua dhe KFOR-i, 93 ushtarë u patën lëndu rënd. Institucionet e Republikës Kosovës përballeshin me operacione sabotuese madje edhe përpjekje të organizimit të kryengritjeve të armatosura kundër institucioneve të Republikës Kosovës dhe rendi kushtetues. Siç e dini, Republika e Kosovës ka sekuestruar shumë armatim gjatë kësaj periudhe. Ata i qitën edhe barikadat. Dhe asnjë fjalë Ilir Memetaj nuk e thot për asgjë nga krejt këto zhvillime që kanë ndodhur në filmin e tij dokumentar Veriu si Tiroli Jugor. Dhe thot askush nuk e besonte atëherë dhe ky disi edhe mas krejt hyrjen e tensioneve të dokumentuara që kanë ndodhur para hunëve të tij, askush ky po don me shtin njerëzit me besu se koka e mundshme me ndodh Tiroli Jugor në Kosovë. Krejt narrativa e filmit dokumentar mbi 38 minutësh është në favor të politikave zyrtare të Beogradit. Ka që 1 muaj që ne si redaksi jemi duke analizuar dhe më në fund e kemi nxjerr konkluzën tonë dhe materialin analitik. Sigurisht që formën që e kemi shkruar është shumë më objektive, është jo emocionale, është më përmbajtur nga termat e komunikimit, mi po kur unë paraqitëm në transmetim live të drejt për drejt me publikun tim, unë flas e shprej edhe frustrimin tim, edhe shqetësimin tim në nivel edhe më personal. Sepse është tmerrsisht e papranueshme që njerëzit e tillë si Ilir Memetaj, që dokumentueshëm krejt narracionin editorial e përdorin në favor të Serbisë, puna tyne profesionale është në favor të agresionit të Serbisë dhe narrativave pro-beogradase, në anën tjetër gojen e kanë plot, duke i akuzuar njerëzit që po punojnë për Serbinë, të cilët faktikisht puna atyre tregon se ata s'janë të punu për Serbinë. Politikant, ti mos i këqyr çka po të thojnë në për premtime parazgjedhore e në për televizione më tha tash. Këqyr javë punën. Veç 1 sekond ta lidhi telefonin me rrymë se mu paska nol. Ju kërkoj ndjesë. Pra, politikën ti e shet çka po bën edhe e vendos a është të punu në rregull, a është të punu gabim. Krejt populli e sheh që kjo strukturë politike, e cila ka marrë pushtetin Kosovë me votën e lirë qytetarit në tash 7 vjet, është verifikueshëm duke punu për ta shpartalluar Serbinë nga Kosova. Tek tashna, në 7 vjeçarin e fundit, jemi të e pa saktësisht sa thellë është instalu Serbia në Kosovë për 20 vjeçarin e pushtetit të strukturave të komandantëve territ që unë po ju them. Se këta nuk janë komandantë qërimtar, këta janë komandantë territ të cilët e kanë erësu Kosovën gjatë 20 vjetëve pushtet që kanë bë mas luftës në forma rotative. Kanë vra gazetar, gjatë mandatit tyne.
kanë vrarë politikan gjatë mandatit tyne, kanë vrarë hetues të policisë gjatë mandatit tyne, kanë vrarë aktivista politik gjatë mandatit tyne, kanë vrarë luftëtar të lirisë gjatë mandatit tyne. Juftoj ta lexoni artikullin Baton Haxhiu, Leri Mehmetaj dhe harta që i pëlqeu Beogradit, është postimi im i fundit në këtë Facebook. Po juftoj me pa edhe një material tjetër interesant, të cilin e transmeton Albanian Post. Shikojeni, është 1 minutë e diçka. Që kjo ushtri serbe, e cila ka bo gjenocid në Kosovë, që kjo ushtri serbe, e cila krehet e ndërsehet për çdo ditë në për krejt bazat ushtarake për gjatë vijës kufitare me Kosovën, po përpjeket me u normalizu, me u pranu prej mediumit të Baton Haxhiut. Besniku të Beogradit, kjo nuk është as pak e çuditshme për mu. Po veç po du me jau tërheq vëmendjen që formën që ka paraqit videon ku thot shefi i ushtrisë së Serbisë inspekton patrullimin e përbashkët me KFOR-in, ashtu përpjek kadal me paraqit të pranueshme ushtrinë gjenocidale të Serbisë. Njajt me filmin dokumentar për Tirolin Jugor, ku përpiqet me dhënë modelin, me rekomandu Kosovës me bo modelin e Tirolit Jugor në verën e vendit, njajt në qatë mënyrë. Goxha një farë objektiviteti i kujdesshëm i narratives në përmbajtje, mi po kur analizon në të përbashkëtën, e kupton qartë që këta po kërkojnë bujari prej Kosovës për me dhonë Serbisë territor. Dhe sa herë t'ju del dikush si Leri Mehmetaj i dashur publik, që dokumentueshëm sipas materialit ton të fundit që kemi botu, është në favor të politikave të Beogradit, merreni chat link e qitni një aty dhe thoni ka i ki qadra zotni se materiali dokumentueshëm po tregon që ti je interesuar me favorizu Beogradin në Kosovë. A po kupton? Mund është ti me thonë që je patriot, sepse ti, zotni, me zgjedhjen tënde editoriale, me veprimin tënd të vetëdijshëm, ke zgjedh me kanë njeri në favor të Beogradit. Dhe kjo është zgjedhja jotja, askush nuk të ka fajin pos veprimit e tua. Ajo që ka ti ke zgjedh me ba. Disa ditë më herët, dikush më pyeti për atë se çka do të bëta, do të kemi institucione në Kosovë. Institucione kemi në Kosovë, mirë po, a do të konsolidohen ato apo jo, është çështje se sa opozita është e interesuar që të mos e sabotoj Kosovën në favor të Serbisë dhe të konsolidoj institucionet e Republikës Kosovës, sepse ka mekanizma të baraspeshës që duhet me u majt nën kontroll procesi demokratik. Këta që më shumë se 16 muaj i kanë përdorur çata mekanizma, i kanë abuzu për me sabotu Kosovën, jo në favor të demokracisë. Tash shkuam për të tretën herë në këtë qershor në zgjedhje, në më pak se 16 muaj. Unë jam i bindun në saj të vëzhgimeve të mia, çka po shoh, çka po thojnë ata, se Kosova do të shkojë në zgjedhje prap në nëntor ose në dhjetor. E këta kanë mirapet pishmon, se këta kanë me vazhdu me hup.
Këta kanë hupë në 2021, kanë hupë në shkurt 2025, kanë hupë në dhjetor të 2025, kanë hupë në qershor të 2026, kanë me hupë dramatikisht, edhe më keq, edhe në dhjetorës e nëntorë të 2026. Po jo transmetoj një deklaratë të Bedri Hamzës, veç shikojeni çka po thotë. Edhe në sy japet të drejta me pozu presidentin nuk flasëm për një pozitë. Na kemi folur për marrëveshje gjithë përfshirëse politike. Gjithë përfshirëse nuk kupton në të gjitha pozitat dhe të gjitha institucionet. Gjitha institucionet me qenë pjesë e bisedës në tavolinë. A jeni të e një kapadain. Une se kom fitu besimin e qytetarit në përmjet votës lirë, po tash po e përdori mekanizmin shtetnor, procedural, që është i dizajnum për me baraspeshu demokracin, e tash po e përdori ato për me marë pushtet në formë të dhunshme. Kjo është me dhunu procedurën e teknikalitetit të balancit të demokracisë, si shenjë dëshpruse për me kap pushtet. O ti zotni, shka po lejp mëretin tavolin. Ti po shumica popullit s'ta ka dhonë votën, mëre. Po shumica popullit ka thonë 3 herë hup shko të shpia. Po ti për 20 vjetë e ke plaçkit Kosovën, mëre zotni. Partia jote. Po ti për 20 vjetë ja ke vra gazetarin Kosovës, mëre zotni. Partia jote. Po ti për 20 vjetë ja ke vra luftetarin e liris Kosovës, more zotni, partia jote. Po ti për 20 vjetë rreshtë e ke instalu Serbin në Kosovë, more zotni, po partia jote. E ti për lyp qelës të besueshmërisë të publikut në institucionet Kosovës, a? Jo, zotni, jo. Nuk mund është me marat besim. E ka deknona zaj pune. Unë nuk do të doja të besoja se zoti Kurti do të tregton të besimin që ka fituar nga publiku me këta tugjare batakgjin, me këta të pabrek në mëngjes e milioner në mes të drekës. Nuk do të doja të besoja, por nëse ai zotniu e bën atë gabim fatal, atëherë e zez dita edhe për to. E zez dita edhe për to. Na si qytetar, në asë një formë, në asë një mënyrë, nuk guxoj me toleru të gjarë të tilë, të paskrupullt, sidomos që vinë për strukturave kriminale që verifikueshëm e kanë plaçkit çdo porët mundësisë së shtetit, sidomos që vinë për strukturave kriminale sabotuese që kanë sabotu shtetin tash më shumë se 16 muaj, e që për 20 vjetë e kanë instalu Serbin në Kosovë, e që për 20 vjetë kanë plaçkit e kanë vra e kanë prej. Në asë një mënyrë ne nuk do të jemi të heshtun dhe t'ja falim dikujt që ju a jep mundësin këtyne tugjarve me ardhë me hy në institucionet tona të Republikës Kosovës. E ka dek nana zajpune zoti Hamza, duhesh më shku të shtëpia ose me reformu partin. E kur të reformosh partin në nënkupton edhe ti me i palu pingat edhe me shku për shtëpis, sepse je pjesë e strukturave vrastare, gjakatare dhe kriminale, plaçkitse, nënshtruese ndaj armikët tonë Serbisë. Shnet e ki për këtë muhabet. Ty vota nuk besohet dhe partisë tonë as pak. Sepse me zgjidhje, me vetdije i keni bot tonë ato të zeza. Edhe hala me vetdije po doni me vazhdu me bot njëta të zeza. Edhe nuk keni reformu, edhe nuk i keni ra besa pishmon për tona ndytësina që ja keni bo Kosovës. E qysh, tash na veç me u besu juve që si kur që s'ka ndodha? Për 20 vjet ja keni hangër ymrin Kosovës, bre, hej. Edhe halan 7 vjeqarin e fundit jeni mënu me pengu institucionin e Republikës Kosovës me e luftu operacionin agresiv të Serbisë kundër Kosovës. Në gjyshe jemi edhe ke kopi merë një ata sytë e qenit. E po keni ftyrë me dal, me kërku pushtet. 3 herë brena si populli thamë shkonin shpe.
apet kena me ju thonë shkoni të shtëpia. Inshallah drejtësia po reformohet e prokuroria e nisi mbledh një ka një. Sepse ju krejt jeni të përfshim në kriminalitet të pangopun i cili nuk mund të falet në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Po ju doni më përgjigj institucioneve drejtësisë për të në zeza që keni bërë këtij kombi e këtij veni. Kaq kisha për sot i dashur publik, faleminderit shumë që më ndjekni, faleminderit shumë që më mbështetni. Ju lutem shumë, mos harroni, konsideroni të bëni abonime me pagesë në kronikat e Barutit në mënyrë që ne të vazhdojmë, të mund të vazhdojmë punën tonë si redaksi, që t'i ulëmtojmë detajet e rëndësishme dhe t'i ekspozojmë këto struktura kriminale që verifikueshëm, konfirmueshëm ja kanë desht të keqen Kosovës edhe po vazhdojnë me na kallëzu që hala po ja duan të keqen Kosovës. Ndërkohë që përgatituni që domosdoshëm të merrni pjesë në zgjedhjet e ardhshme, sepse do të ketë zgjedhje në Kosovë, ose në nëntor, ose në dhjetor. Këta nuk janë të përgatitur për shtet, këta janë të interesuar për pushtet, me mujt me vjedh, me bo haraç, edhe me vra njerëz që kanë vjedh, kanë bo haraç, kanë vra njerëz, edhe kanë instalu Serbinë në Kosovë, edhe çat qëllimi kanë prap me vazhdu me instalu Serbinë në Kosovë. Sepse si që keni pa, çdo operacion që ka shpartallu Republika e Kosovës me shpartallu instalimin e Serbisë në Kosovë, këta e kanë kundërshtu. Në forma të ndryshme, fort të maskume, po na i kena dekonspiru e dekonstruktu edhe o kena hiek maskat. Qofshim e shnet e shijem në rast të tjera. Mos harroni, abononi ju e ne.